gjithmonë. Se shumë bukur i Jo, thamë. në gjithë kuptoj, pse u bë kaq e vështirë që të pranoheshe që ka një aleancë mes Mirit dhe Selin. Ajo është e kaq e qartë, bëhesh e pyetje a ka aleancë ose po. Po kam aleancë, dua të luaj deri në fund. Kaq mbaroi, kjo është loja ime. E di kush është aleanca më e frikshme aty? Unë mendoj që është Miri me Loren. Me Loren? Me Loren, ato e kanë në heshtje. Ato e kanë heshtje, ti je i bindur që ato kur vi momentin distancë, ato do e marrin njëri tjetrin. Ne këtu do jemi me një zinxhir, Meridian, televotime kështu nga ato që do hapen të shpejta. Meridian, ajo as nuk diskutohet sepse ato e thanë edhe kur janë tërkohën e mbrojnë njëri tjetrin, janë bashkë. Shiko, vetëm se kanë gjë aleancat ata janë aleat me njëri tjetrin. Asnjëherë. Shiko, aleancat e detyruara nuk funksionojnë asnjëherë. Po e pra kjo ishte shumë e hapur, shumë nuk u duk, domethënë po që ka që lexueshme më duk shumë e mërzitur. Po. Ajo është munduar me marr, Miri po mundohet ta thash, Miri po mundohet me boca ushtar që ti ketë për rrugës, për t'i lëshu. Se normalisht Bigu i do një 2-3 që kur tjetë dikush në dhomë dhe unë mos t'jem të mbin të asheteme qa u tha, qa u bë, që t'ket gjatë gjithë kohës informacione. Dhe Miri po e luj qik me lezet, pavarësisht se unë mendoj që a du t'kishte marrë stafetën, nëse do t'jetë lider shpije, a du t'marrë stafetën dhe nuk ka nevojë as për asnjë nga ato aty, moshën e ka, zyrarsinë e ka, pjekurinë e ka, gjitha e ka. Po tash nuk e di pse rrin hije dhe rri bë, domethënë, mu s'nduket normale për vete dilja çdo prime, të diskutosh atë kërvati, goca, fëmia, i përktheli flokën si përktheli flokën. Nuk ka ngjarje. O Meridian, nuk ka ngjarje tjetër. Po s'kan boba pikërisht pra. Ja, po ai e prisi vetë. Ai nuk duhet të thoshte jo po djali. Megjithatë un kam vështirë. Nuk do ta bënte atë. Edhe nuk. Që kjo Selin do ikë nga krevati. Kam vështirë që do ikë nga krevati, kam vështirë që ata nuk do jenë për shumë gjatë aleat.